Viti 2025 nisi zbatimi praktik i sistemit me përmirësime të vazhdueshme funksionale ku përfundua zhvillimi dhe implementimi i modulit të referimit dhe depozitimit pasurore, modulit të statistikave sipas formatit zyrtar të raportimit, që mundëson dhe identifikimin e backlogut të çështjeve. Për sa i përket burimeve njerëzore dhe buxhetit, gjatë vitit 2025 kanë ushtruar detyrë 124 punonjës, realizimi faktik i shpenzimeve është në vlerë 1.352 milion lek nga 1.408 milion lek të parashikuara, ose 91% e planit të rishikuar. Një pjesë e madhe e fondeve është orientuar drejt pajisjeve elektronike, licencave ekzaminuese dhe infrastrukturës zgjudimës së re. Kemi përfituar asete teknike nga EU4LEA, ICITAP, OSB, NICA, duke forcuar kapacitetet paranduar dhe buxhetin e shtetit. Për sa i përket Byros Kombëtare të Hetimit, gjatë vitit 2025 u zgjodh drejtori i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, roli i drejtorit në vite që do vinë do të jetë përcaktues për të thelluar bashkëpunimin mes hetuesve dhe prokurorëve. Gjatë vitit 2025, BKH ka shënuar përparim të dukshëm në fuqizimin e kapaciteteve të saj dhe zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian. Drejt kryesore përfshin rritjen e numrit të referimeve, finalizimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Policinë e Shtetit sipas të 29 të ligjit nr. 95/2017, si dhe procesit vijus të rekrutimit të 10 oficerëve të shërbimit të policisë gjyqësore, ndërsa aktualisht është bërë edhe për zgjedhja e zyrtarit të Byros Kombëtare të Hetimit, roli për të cilin kandiduan 11 kandidatë. Në aspektin struktural, BKH ka ngritur seksionin e përgjimit parandalus gjatë vitit 2025, ndërsa janë kryer zhvillime të tjera strukturore gjatë 3 muajit të parë të vitit 2026. Hetuesit kanë rritur aksesin në 22 databaza kombëtare dhe 3 huaja në negociata për të shtuar edhe 14 institucione të tjera dhe një agjenci të huaj. BKH ka vazhduar gjithashtu pjesëmarrjen në platformën Impact dhe ka siguruar trajnime të vazhdueshme për hetuesit e saj. Këto përparime janë ndërlidhur me adresimin e prioriteteve të integrimit evropian, rezultuar me kuvend të rekomandimet e Këshillit të Ministrave. Për sa i përket sfidave për vitin 2026, pavarësisht sukseseve edhe mbeten disa sfida, për të cilave janë evidentuar edhe në vitet e mëparshme, që lidhen së pari me vazhdimin e hetimeve të mëtejshme të korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar, duke u përshtatur dhe duke u përgjigjur sfidave të vazhdueshme që paraqesin këto fenomene. Konsolidimin e veprimtarisë së mëtejshme të Byros Kombëtare të Hetimit dhe konkretisht sektorit të vlerësimit të informacionit kriminal si një strukturë specializuar për mbështetjen e hetimeve komplekse, matjen e riskut dhe rritjen e rolit proaktiv për fillimin e çështjeve kryesisht. Nevojën për plotësimin e të gjitha pozicioneve të parashikuara në strukturën e përkujdisë posaçme dhe të BKH-s, vazhdimin e zbatimit të strategjisë për uljen e backlogut, konsolidimin e plot të sistemit të menaxhimit të çështjeve, akomodimin në ambientet e reja brenda muajit qershor-korrik 2026, statusin e prokurorit posaçëm pas përfundimit të mandatit, statusin e specialistit ndërlidhës, mungesën e kompetencës për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja, ekstradimin dhe deportimin e shtetit shqiptar nga shtete të tjera, sidomos nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Të nderuar anëtar, raporti i vitit 2025 reflekton përkushtimin dhe profesionalizmin e institucionit që po përballet çdo ditë me sfida komplekse, por që po synon të japë rezultate të prekshme. Ne mbetemi të vendosur të vazhdojmë në këtë rrugë me të njëjtën pranësi dhe integritet, duke forcuar më tej besimin e publikut dhe duke garantuar që askush mos jetë mbi ligj. Së paku të vijoj me vendosmëri të kryej hetimeve të ngrej akuza të bazuara vetëm në prova dhe në ligj, duke shmangur çdo perceptim për drejtësi selektive. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbetet një angazhim ynë i përditshëm, i cili do të zbatohet në rast të parimit të ligjshmërisë. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zoti Brau për prezantimin e përmbledhur. Tani është rada e anëtarëve nëse kanë pyetje apo komente lidhur me raportin e paraqitur. Është dikush që ka pyetje për të adresuar? I bie që keni qenë mjaftueshëm shtrues dhe në raportin e detajuar që keni dërguar edhe në përmbledhjen sot. Nëse nuk ka pyetje të tjera. Okay. Atëherë si faleminderit zotit drejtues dhe
komplet stafi tuaj për punën që keni bërë. Dhe mendoj që bani punë jashtëzakonisht e mirë. Unë këta kam bindje jo për herë të parë që ja them këtë për institucionin tuaj. Në kushtet të cilat keni punuar më përpara, se tani kushtet besoj që janë shumë më të mira, edhe të infrastrukturës, edhe të pajisjes me punojës, si hetuesa, si administratën, ka si me vitin 2020, 2021, 2022, sot keni kushte jashtëzakonisht më të mira, kjo është planimi jam binja ime. Pyetja ka të bëjë në fakt, kam bërë njëjtën pyetje zotit Kraja para 5 vitesh, zotit Dumani, lidhur me ngarkesën tuaj të punës. Ngarkesa juaj e punës më thonë se është mjaft e madhe. Dhe kjo nuk vet as në diskutim, nuk s'ka një që mund ta diskutojë që puna juaj jo 8 orë, po 15 orë, 16 orë nuk mjaftojnë. Ju keni paraqit vazhdimisht problematik për ngarkesën. Problemi është, a keni menuar ndonjëherë ose çfarë mendon drejtuesi i Prokurisë Posaçme sot për këtë ngarkesë? A duhen bërë ndryshime në procedurë? Pra, a duheni liruar ju si prokuror i zot prokuror të Spakut nga ngarkesa e madhe që keni në bazë të 75 të procedurës penale? Kjo është pyetja në thelb, pastaj nëse nuk marr përgjigje saktë do mund ta shtoj pyetjen. Faleminderit zoti Staka, faleminderit edhe për pyetjen. Patjetër që ngarkesa është e lartë dhe mendoj që do vijojë edhe të rritet më tej. Por mendoj që numri i prokurorëve për 20 prokurorë është i mjaftueshëm, duke pasur parasysh dhe sistemin e prokurisë në të gjithë Shqipërinë. Ajo që duhet të bëjmë ne është të gjejmë mënyrën më të duhur për të ngritur prioritetet lidhur me çështjet që kemi në hetim dhe duhet që të rrisim nivelin profesional të hetuesve të byros kombëtare të hetimit në mënyrë që të lehtësohet sa më shumë puna e prokurorëve. Lajmi i mirë është që këtë vit ne së shpejti do fillojmë rekrutimin edhe të 40 hetuesve të tjerë në byron kombëtare të hetimit dhe do jetë një numër goxha i lartë që do ndikojë direkt në uljen e ngarkesës dhe rritjen e cilësisë së hetimeve, po kështu, siç e thash, ka përfunduar dhe procesi i konkurrimit për 10 oficerë nga shërbimet e policisë gjyqësore. Është në pritje vetë procesi i vetimit të tyre dhe ky numër do të jetë një numër që do kontribuojë në shpejtësinë e hetimeve dhe kemi planifikuar që të hapim një procedurë tjetër për një numër tjetër të oficerëve të policisë gjyqësore nga shërbimet e policisë gjyqësore, duke patur parasysh ato vende vakante që ne kemi. Për sa i përket dyshimeve ligjore, unë nuk shoh ndonjë diçka që është gabim në këtë moment që duhet ndryshohet në mënyrë që të ulet ngarkesa e punës. Përveç atyre diskutimeve që kemi bërë më parë për disa lloj veprash penale që lidhen me korrupsionin aktiv dhe pasiv, siç edhe kemi përmendur, ajo fasha prej 50.000 lekësh mendoj që duhet parë, por është një proces që kërkon kohën e vet. Duhet të jetë diçka më lart, sepse ajo shumë është një shumë që është relativisht e vogël dhe kjo e rrit ngarkesën e çështjes. E njëjta gjë edhe për veprat penale që lidhen me prokurimet publike, sepse edhe fasha që është aty është një fashë e vogël në vlerësimin tonë. Këto janë 2 momentet që kanë qenë të diskutuara më parë dhe do dojnë dhe kohën e tyre për të miratuar apo për të realizuar ato ndryshime. Ndryshime tjera nuk shikoj.